Kapitulli i 2. Para së gjitha është të bëj thirrje që të bëhen përgjërime, lutje, ndërmjetësime dhe falënderime për të gjithë njerëzit, për mbretërit dhe për të gjithë ata që kanë pushtet, që të mund të bëjmë një jetë me paqe e qetësi, plot për kushtim ndaj Perëndisë dhe dinjitet. Kjo gjë është e mirë dhe e pranueshme para Perëndisë, shpëtimtarit tonë. Ai dëshiron që të gjithë njerëzit të shpëtohen dhe të arrijnë ta njohin të vërtetën plotësisht, sepse një është Perëndia dhe një është ndërmjetësi mes Perëndisë dhe njerëzve, njeriu Jezu Krisht. Ai e dha veten si shpengim për të gjithë dhe këtë dëshmi e dha në kohën e duhur. Për këtë unë u caktova predikus dhe apostull, për të mësuar paganëve besimin dhe të vërtetën, po them të vërtetën, nuk gënjej. Prandaj dëshiroj që burrat në çdo vend të luten duke ngritur lart duar të shenjta, pa mëri e pa grindje. Po ashtu gratë, të vishen me rroba të hijshme, me thjeshtësi e dinjitet, jo me gërsheta e arë, as me margaritare rroba të kushtueshme, por me vepra të mira, siç u ka hije grave që i druen Perëndisë. Gruaja le të mësojë në heshtje dhe me nënshtrim të plot. Nuk e lejoj gruan të mësojë të tjerët dhe as të ushtrojë autoritet mbi burrin, por të rrijë urtë, sepse Adami u krijua i pari, pastaj Eva. Nuk ishte Adami ai që u mashtrua, por gruaja u mashtrua dhe shkeli urdhrin e Perëndisë. Gruaja do të shpëtohet përmes lindjes së fëmijëve, nëse qëndron në besim, në dashuri dhe në shenjtëri me dinjitet.